Ka fshat që s'ka përdijet ashtër vlla mjerimi, ka fshat që të mbet në fyt dhe të zë trishtimi, kur shef tyrat zbehta dhe syt jeshilta, që shikojnë si hije dhe shtrin duart e mpita, edhe ashtu, të shtrime mbrapa te e mbesin, të tan jetën e vet, derisa të vdesin. Mjerimi është një mollë e pashlyeme, n'ballt njerëzimit që kalon në përshekuj, dhe këtë njoll, kur nuk është e mundshme, ta shlyen pa qavrat që zun myk, ndër tempuj. Në ditën ndërkombëtare të poezisë, realiteti i hidhur na sjell ndërmend një prej perlave të poezisë shqiptare, siç është Mjerimi, e shkrimtarit të madh Migjeni. Poema migjeniane na kujton se edhe sot pas shumë dekadash, Mjerimi ende të rrugëve të këtij qyteti, ndoshta më i gjallë se çdo herë. Njerëz që kërkojnë shpresë, që shtrin duart drejt të tjerëve për një lëmosh, për të siguruar jo më shumë se një kafshat buke. E janë po këta njerëz që shpeshherë ndeshen edhe me përbuzje, me të shtyra apo ofendime. A thua se kjo botë nuk ju përket edhe atyre. Zhurmës së këtij qyteti të madh verior nuk i muojnë as fjalët e herë pas hershme, Zoti të dhasht, janë zëra që bien çdo ditë në vesh të shurdhër. Këta janë lypsarët që fatkeqësisht çdo ditë e më shumë po ushqejnë Mjerimin, duke e bërë kaq të pranishëm në vendin tonë, por që ky i fundit si ushqen dot.